ata që duke kuptojnë edhe këtë termin edhe në aspektin ushtarak, çfarë do thotë konkretisht? Armët strategjike nuk kuptojnë të armët bërthamore. Në këtë drejtim do thotë këtë doja përqire qartë, ka kërcënuar. Kapacitete triadën ta quaj ashtu. Po mirë, po të ndodh ajo, zoti Bilali është fundi i një situate totalisht të agravuar. Pra kjo është pika e fundit e saj e kam fjalën. Jo, duhet të them, në aspektin konvencional, rusët kanë problem ta marrin Evropën. Dhe mund të marrin vendet baltike, mirë po automatikisht do thotë deri me tash kemi paktin NATO që mund të aplikohet, ende s'është aplikuar në 5, mund të them, ka njerëz mendojnë që ngjash sulmeve të 11 shtatorit, por nuk ka qenë adresë nga një shtet, ka qenë grupeve terroriste, por mendoj që shtetet, vendet anëtare ende nuk e kanë planifikuar këtë rast. Mendoj që Turqia në këtë drejtim mund të luajë një rol, sepse evropianët edhe afruan në një farë mënyre. Sepse kapacitetet e tyre, Turqia nuk është forcë botërore, është forcë regionale me tendencë për të rritur, kuptohet, por besoj që pozicioni i saj strategjik është i rëndësishëm për dy polet, perëndim dhe lindje, dhe kjo formë e tillë, mendoj e Erdoganit, kjo politikë e tillë, dorën zemër 20 vitet e fundit Turqia kapacitete ushtarake në armët konvencionale, atyre jo bërthamore, ka bërë depërtim jashtëzakonisht dhe kthim jashtëzakonisht të madh, dhe mendoj që në këtë drejtim ka nevojë ndonjëherë por Kina, mos të harrojmë, ka qenë aktive në këtë kohë të fundit, nga se ata me këmbgulje nuk dëshirojnë që Rusinë, edhe besoj që Rusia nuk do të jetë ajo që do të hynë në karremin amerikan për shkak edhe të pjesës lindore, atje Vladivostokut, por sidomos konfliktin me Manxhurinë, që kanë konflikt, mund të them, historikisht me Kinën, dhe mendoj që në këtë drejtim ajo çka Trump dëshiron të arrijë me rusët, duket që është një parapërgatitje që bota më të merr konturat e multipolarës dhe jo të asaj unipolarës. Me qenë se dorën e zemër, amerikanët janë, mund të them, sot ende fuqia më e madhe në botë dhe ajo që kanë ndikimin më të madh në botë. Mirë, mbetet... Në Ballkan duket të përmendë... Sa doja thoja. Po dhe një pyetje nëse mundeni shkurtimisht ma përmblidhni dhe çështjen e Ballkanit, se jemi në sekondat e fundit, se ju kam dëgjuar me qetësi në gjithë analizat tuaja, pa dashur t'ju ndërpres. Po, Ballkani nuk është, mund të them, në renditje në top listës së prioriteteve amerikane. Dhe mendoj që nga teoria e Monroe e vitit 1800, në fillim të shekullit 19, 1820, amerikanët në Ballkan mund të them kanë luajtur në kartën e që kanë pas ma vonë, do thot dikon ma pak se një shekull, që kanë kërkuar që të formohet Mbretëria Serbo-Kroate Slovene, ndërsa rusët kanë ndikuar që të forcojnë aspektin tjetër slav bulgarët, nga paqja e Stefanit, pastaj edhe nga Kongresi i Berlinit, dhe mendoj që në këtë drejtim amerikanët e Evropën juglindore nuk mund të them nuk tërhiqen dhe do të jenë të koncentruar më tepër, por në Ballkan momentalisht amerikanët do ta kenë, mendoj, platformën e tyre të, mund të them, të aleatëve ose të bashkëpunëtorëve të balancuar. Nuk ka preferencë dhe mendoj që edhe të çështja e jonë komplet do të kemi një ridefinim të modelit të Washingtonit të vitit 2020, i cili mund të them të pala sërbe pritet me entuziazëm, sepse në atë marrëveshje Serbisë një farë mënyre i lejohet të hynë në Adriatik, në portet shqiptare, në Shëngjin apo në Durrës. Dhe mendoj që në këtë drejtim shumë njerëz kur e marrin atë marrëveshje të 2020-s mendojnë që është shumë e favorshme për ne, por mendoj që ky do të jetë ai aspekti një formule të bashkëpunimit ekonomik dhe besoj që trani do të jeket në 6 vendet e Ballkanit dhe supermonca e fuqisë ekonomike të një shteti i cili ka kapacitetet e tilla do të jetë, mendoj, më pozitive në këtë rast se 5 vende tjera të Ballkanit Perëndimor. E kuptoj. Zoti Bytyçi, mund t'ja marr shkurtimisht një koment edhe për Ballkanin? Se jemi në mbyllje, ju lutem. Po, fatmirësisht sot në mëngjes e patëm një deklaratë nga sekretari i jashtëm Marco Rubio që kundërshton lëvizjen e zotit Dodik në Bosnjë, domethënë duke theksuar se ato lëvizje e kërcënojnë stabilitetin në rajon dhe bën thirrje nga shtetet rajonale që ta kundërshtojnë ato, domethënë kjo është një sinjal i mirë që
nuk ka përkraje për krijimin e një Serbie të madhe apo lëvizjet e ndryshimet e kufijve. Mirë po në përgjithësi, do të thonë, ka një kultivim marrëdhënie mes Serbisë dhe ekstremit të djathtë në SBA që është fuqizuar shumë dhe ka një simpati më të madhe për Serbinë. Ka një farë balancimi mes shteteve të ndryshme të Ballkanit, do të thonë SBA-ja më shumë paraqitet si neutrale. Dhe tash kemi një farë gare mes BE-s, SBA-s, Rusisë, Turqisë, por edhe Kinës, sepse edhe BE-ja tash deri diku e ka ringjallur procesin e zgjerimit dhe tash mbetet të shihet faktikisht se konkretisht çfarë do të jetë politika e jashtme e SBA-s, mirë po si duket kjo dominohet më shumë nga Departamenti i Shtetit se sa nga Shtëpia e Bardhë dhe mund presim një farë balancimi ashtu siç e kemi parë edhe deri më tash. E kuptoj. Unë ju falenderoj shumë, ne do kemi mundësi që të ndjekim gjitha zhvillimet, jo vetëm në arenën ndërkombëtare, por sigurisht ato të cilat vijnë afrohen dhe afër derës tonë edhe në vazhdim, kështu që do kemi mundësi që t'ju kemi sërish analizat tuaja. Faleminderit edhe një herë për sot. Faleminderit, faleminderit mirë. Mirë, duke qenë se një nga çështjet më të rëndësishme faktikisht është rikthyer edhe ndërhyrja e Donald Trump në marrëdhënien mes Rusisë dhe Ukrainës, dhe ditën e djeshme kishte dy deklarata shumë të forta, njërin që do sankciononte Rusinë dhe së dyti se është më thjesht të punosh me Rusinë, me Putin, se sa me Ukrainën, dhe këto sigurisht kanë sjell edhe shumë reagime edhe për shkak të takimit që pati me Zelenskin disa ditë më përpara, ku gjithë sytë e botës duhet thënë ishin aty, sepse u kërkua që SBA-ja sigurisht të ishte negociatore për zgjidhjen e situatës në fjalë, por deri më tani nuk është një përgjigje nga ajo, ose të paktën nuk ka arritur, ashtu sikur se edhe Trump ka deklaruar më përpara se doja dilte brenda 24 orëve nëse do zgjidhej president. Bëj fjalë për kohën kur ai kandidote, ishte periudhë zgjedhore. Mirë, ne do shkojmë vetëm në shumë pak minuta publicitet dhe do rikthehemi për të folur pak për zgjedhjet në shtetin ton afër që është Kosova. Duhet thënë që në Kosovë ka mbaruar dhe procesi i numërimit të votave dhe tashmë situata është e përqendruar në pikpyetjen më të madhe se kush do ta qeverisë Kosovën për mandatin e ardhshëm, cilat koalicione do formohen, dhe gjitha këto do të jemi me dy analistët vetëm pas pak nga Kosova.